Pyetja më e shpeshtë që ju bëjmë njerëzve kur i shohim vëllezërit ton, ju themi se si po kaloni me Ramazan. Si keni hallet me Ramazan? Dhe gjithë japim një përgjigje pozitive. Kjo është elhamdulillah shumë mirë. Mirë, po nëse e kthejmë kartën nga ana tjetër, po ta pyesim Ramazanin se si po kalon ai me ne, si do të ishte përgjigjja jonë? Si do të ishim ne? Si do t'i përgjigjeshim Ramazanit? Pra nëse Ramazani do të na thoshte se këto janë mangësitë që ju nuk po i realizoni siç duhet, pra a jemi ne që po ja japim hakun siç duhet këtij muaji? Sepse Allahu në Kur'an tha la'allakum tattaqun. Erdhi Ramazani tha që t'ju bëj të devotshëm. Erdhi Ramazani që t'ju ndryshoj ju. Pra muaji Ramazani në vetveten e tij është muaji reflektimit, është muaji që ne të ndryshojmë vetveten tonë, brendin tonë. Nuk ka qëllimi vetëm me e bën Ramazanin rutinë të përvitshme. Vjen Ramazani, falim namaz taravih, bëjmë iftar, mlidhemi me vëllezërit edhe kaloj Ramazani, kaq. I ndërprejmë aktivitetet. Ti a ndryshove në vetveten tënde? Ti a u bone besimtar ose njeri më i mirë? Apo vetëm thjesht mbete rutinë çdo viti që kalon? Prandaj Allahu në Kur'an tha la'allakum tattaqun. Ramazani erdhi që t'u ashtoj devotshmërinë, që t'ju bëjë njerëz më të devotshëm, që ju të reflektoni gjatë këtij muaji. Sepse siç e përmendën edhe hoxhallarët, Allahu tha ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara, ditë të cilat ikin shumë shpejt. Imagjino sa shpejt. Ishte fillimi, tani ja po shkojmë drejt fundit, po shkojmë bile drejt Bajramit. Do të reflektojmë gjatë këtij muaji. Profeti alayhi salam me një hadith qudsi tha që Allahu azza wa jall ka thonë as-siyamu li wa ana ajziu bihi. Pra Allahu tha që çdo punë, çdo vepër që e bën biri i Ademit tha është për ta përveç agjërimit. Ila siyam. Agjërimi është i imi dhe unë e shpërblej robin për ta. Pse Allahu e tha këtë? Pse tha agjërimi është i imi? Ne dim kushtet e Islamit janë 5. Nëse marrim kushtet e Islamit me një kënd vështrim, kushti parësor kryesor është shahadeti, se po nuk e the shahadetin ato 4 tjerat nuk vlen, domethënë. Po nuk hyn në Islam, po nuk u bën besimtar, po nuk u bën mu'min. Pastaj vjen namazi. Namazi është një prej kushteve i cili ditë dhe natë, vazhdimisht gjatë gjithë jetës tonë të mban në lidhje me Allahun subhanehu wa taala. Prandaj, kur u pyet profeti alayhi salam për veprën më të dashur tek Allahu, ayyul amali ahabbu ila Allah, atëherë u përgjigj profeti alayhi salam tha as-salatu ala waqtiha. Me fal namazin me kohën e vet. Ndërkohë, 3 kushte tjera të Islamit janë sezonale. Janë sezonale, nuk janë përditshme. Ramazani janë një herë në vit. Që ne ta ripërtrim imanin, ta ripërtrim besimin ton, ta përmirësojmë zemrën, mendin dhe shpirtin ton. Është haxhi një herë në vit, është edhe zekati një herë në vit. Nëse i shohim kushtet e Islamit në këtë lloj këndvështrimi, atëherë marrim me një këndvështrim tjetër. 3 kushtet e Islamit, shahadeti, namazi dhe agjërimi mund t'i bëjë gjithkush. Gjithkush i ka mund t'i realizojë këto. Mirë po, haxhin edhe zekati nuk mund t'i realizojë gjithkush, nuk i ka obligim gjithë muslimanët. Pse? Se janë kushte të cilat lidhen me pasurinë. Nëse ti nuk e arrin vlerën e caktuar, nuk je i obliguar që ta japësh zekatin. Vlerën e caktuar të pasurisë kanë fjalën. Nëse ti nuk ke mundësi që të shkosh në haxh në aspektin ekonomik, ti nuk e ke obligim haxhin, se ke obligim haxhin. E tash dalim i marrëm me një këndvështrim tjetër kushtet e Islamit. Pse Allahu ka thonë, du dalë të hadithi, pse Allahu ka thonë këtë hadith që e tha profeti alayhi salam, që agjërimi është i imi dhe unë e shpërblej robin për ta. Pse tha Allahu subhanahu wa taala? Se agjërimi është punë e mbrëmshme, është sekret ndërmjet të robit dhe Allahut, ndërsa obligimet tjera janë punë të jashtme. Ti je i obliguar me thonë me shiktu shahadetin me gojë, me ditë tjera se filoni e ka thonë shahadetin, është musliman, sunem çe shahadetin. E dyta namazin. Namazin a mundem çe? Namazin farz. Do të më dal në xhami, do të më fal me ditë se filoni falet. Gjithashtu haxhin a mundem çe? Sunem çe, se shkojnë 4-5 milion njerëz që bëjnë haxhin çdo vit. Zekatin a mundem çe? Sunem çe. Se ke obligim do të më dhon që edhe të tjerët me nxit. Allahu ka thonë pikërisht për agjërimin, është i imi dhe unë e shpërblej robin për ta. Do të thonë që ti mund shfaqesh para njerëzve, mund thosh jam agjërushëm, mirë por në momentin kur mbyllesh në dhomën tonë dhe në shtëpinë tonë ti mund ta prishësh agjërimin. Dhe këtë sekret tonë kush e di? Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pikërisht një prej komentimeve dhe prej arsyeve, sepse Allahu tha që agjërimi është imi dhe unë e shpërblej robin tim.
është kjo pikërisht. Prandaj agjërimi është laboratori i shpirtit. Laborator, me na e marr shpirtin. Ashtu siç e ekzaminojmë trupin kur kemi një smundje një diçka, kur jemi të smur që do të më shkon mjek, edhe agjërimi e ka të njëjtin funksion. Njëjtin funksion e ka. Që ne me na marr imanin, me na marr domethënë zemrën tonë, me na marr jetën tonë edhe me apo veten tonë ku jemi. A do të bëhemi mu përmirësu, mu bëj njerëz dhe robër më të mirë. Ja ke po, atë kerri kur t'i ban ato kilometrat 10.000 apo 15.000, do të më shku me ndrru vajin dhe filtrat. Pse se motorri aq do të më ndrru, do të më vë pak servis. Pra, edhe agjërimi është një lloj servisi që Allahu e ka thënë që ne me ripërtri imanin ton, besimin ton. Dhe për mbyll mos ta zgjati me një fjalë të Ibn Qayyim el-Jauzit, i cili thotë që agjërimi është dietë e shpirtit. Dietë e shpirtit. Do të thonë, a ke pa kur shkon te mjeku, kur e keni një shqetësim, një smundje, një diçka, dhe mjeku thotë do t'i ndalosh disa ushqime sepse janë të dëmshme për trupin. Janë të dëmshme për trupin. Pra edhe agjërimi, Ibn Qayyim el-Jauzi thotë, është e njëjta gjë që ti duhet të distancohesh dhe të largohesh prej disa sendeve tjera, prej disa edhe ushqimeve, disa gjonave tjera, edhe prej mëkateve dhe prej çfarë do lloj gjoje duhet të largohesh, pse që ta ripërtrish imanin tënd dhe ta afrohesh sa më shumë me Allahun subhanehu wa taala. Prandaj e quajti që agjërimi tha është dietë e shpirtit. Dhe në fund, ajo që kisha dashur për me thonë, që këto ditë të cilët kanë mbetë nga muaji i bekuar i Ramazanit, mundohemi që t'i shfrytëzojmë në maksimum me ibadete, me adhurime karshi Allahut subhanehu wa taala, për arsye se çdo ditë vlen. Çdo ditë që e përjetojmë ne, kur dalim ditën e gjykimit para Allahut, kjo ditë ka me prezantu dhe do të na dalë me veprat që i kemi bërë gjatë kësaj dite. Kështu thot Hasan el-Basriu. Thotë thret ajo ditë dhe thot o biri i Ademit, ke kujdes, ma të mirë se çfarë po vepron. Sepse në momenti kur unë të perëndoj diellin dhe të shkoj, ka me dalë para Allahut me veprat dhe me punët që ke bërë. Prandaj edhe ne të mundohemi që të bëjmë vepra sa më të mira, për arsye se Allahu subhanehu wa taala ka bërë muajin e agjërimit si një lloj pemë ku i ke të gjitha frutet me marr. Cilin frut? Dush me azjet ti e ke. Agjërimi pra është ku brenda ti janë të gjitha ibadetet. A do agjërim, a do namaz, a do lexim Kurani, a do sadaka, a do njerëzit elhamdulillah vëllezërit po shkojnë numre, që ka thënë profeti alayhis salam kush ban umre në Ramazan si me bohaç me profetin alayhis salam, a do zeqat që japin që e kanë bërë tradit muslimanet që e nxjerrin zekatin në Ramazan. Të gjitha ibadetet e adhurimet, a do të ruhesh prej mëkateve, të bash dhikr, gjithashtu të ruhesh domethënë prej ibadeteve të ruhesh prej gjunaheve të shqisave, synin ta rush, gjuhën ta kontrollosh, veshin mos ngjosh haram, komën mos ngelesh në haram, dorën mos prekish haram. Pra agjërimi është një lloj peme ku ti mundesh vetëm Allah po thotë robim, ai i Zoti më marr, vetëm merr sa dush, merr sa dush, vetëm a mundesh më marr. Dhe për fund, në lajme para një 2 javës ishte që një biznesmen kinez, krejt punëtorët që kishin qenë rreth e përqartë, pa kishin nxjerrë janë 20 milionë euro, edhe vetëm hajde me shpërbly për punën që kishin bërë, se kompania kishte heqë shumë. Edhe ju kushton vetëm merrni, a doni burrëm, çeu i keni merrni parë sa doni. Allahu subhanahu wa taala për thotë o robërit e mi merrni se vape sa doni. Vetëm a jeni ju që e shfrytëzoni, vetëm a jeni ju që sakrifikoni nga koha juaj. Prandaj edhe ne të mundohemi ta sakrifikojmë sepse është shumë i vlefshëm. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë që kalon